Finlanda do të furnizojë Ukrainën me municione të rënda duke përdorur të ardhurat nga asetet e ngrira ruse, tha Ministria e Mbrojtjes në vend. Ky veprim është pjesë e një iniciative më të gjerë të Bashkimit Evropian për të kanalizuar fitimet nga asetet ruse në mbështetje të mbrojtjes së Kievit. Finlanda ka arritur një marrëveshje me Komisionin Evropian për të zbatuar masën përmes instrumentit evropian të paqes, tha Ministria në një deklaratë. Sipas marrëveshjes, Finlanda do të ofrojë municione të rënda me vlerë 90 milion euro të siguruar nga furnizuesit vendas. Qeveria finlandeze thotë se marrëveshja jo vetëm që përforcon mbështetjen për Ukrainën, por edhe i sjell dobi industrisë së saj kombëtare të mbrojtjes. Ne ishim në gjendje të negocionim fonde shtesë për mbështetjen e Finlandës për Ukrainën. Fondet vijnë nga asetet e ngrira ruse. Produktet blihen nga industria finlandeze për të rritur punësimin në vend dhe dërgohen në Ukrainë për të ndihmuar mbrojtjen e saj, tha ministri finlandez i mbrojtjes Antti Hakan. Ministria nuk dha detaje mbi afatin kohor, llojin e municioneve ose logjistikën e dorëzimit për shkak të shqetësimeve të sigurisë operacionale. Në mars Finlanda njoftoi paketën e saj të 28 të ndihmës ushtarake për Ukrainën me vlerë afërsisht 200 milion euro. Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plot në vitin 2022, vendet perëndimore kanë ngrirë afërsisht 300 miliard dollar në asete sovrane ruse, me 2/3 që mbahen në BE. Qeveritë perëndimore janë mbështetur kryesisht në rialokimin e të ardhurave nga interesat, në vend që të konfiskojnë asetet menjëherë. Kremlini ka paralajmëruar për hakmarrje nëse asetet ruse konfiskohen në dobi të Ukrainës. Në fillim të vitit 2024, Moska ndryshoi legjislacionin e saj për të lejuar kundër sekuestrimin e pronave të perëndimit në përgjigje të sekuestrimeve të aseteve jashtë vendit.